Domethënë një lojtar shumë i mirë. Po është ky Gruda tani që i lutën të Shqipëria do të atakoj tani ka thënë 2 vjet mos më merrni më, i ka thënë. Si bëhet me këta lojtarë? Si bëhet me këta lojtarë? Që thot 2 vjet mos i bi me telefonit. Se dirë, pra se cili ka, do të shikosh rast pas rastit, se cili ka ndikimet e veta varet, se mos harrojmë se ne me të vërtet jemi po ka njerë, ka lojtarë ose janë fëmijë që janë rritur atje, nuk mund të gjykosh dot me mentalitetin që kemi ne tani, kuptoj janë breza të ndryshme, mentalitet të ndryshme. Çdo rast pas rasti është për të diskutuar në veçantë. Megjithatë unë jam i mendimit ose po të kisha qenë një sugjerues i prindërve të atyre fëmijëve, do të thoja që zgjidhni ekipin kombëtar. Asnjë që nuk ka zgjedhur Shqipërinë, gjithë mbaj mend që Meninin e me shok, asnjë s'ka bërë, atje ka vajtur në fund fare. Atë mendoj, atë e ke vënë janë raste të valla. Këto janë raste sepse ata ka një vite në Zvicër e gjitha. Niko, po? Tjetër që desha të, më thënë, një ndriti desha të bëhe dhe një pyetje tjetër, mendoj se është tifoz me Gjermanin. Po. Kjo Gjermania, ku mund të na shkoj? Sepse dhe unë jam gati tifoz me Gjermanët. Po, nga që ke qenë trajneri pari ndriti dhe ti ndihmës trajner që keni kështu. Po, pa diskutim, duhet që keni sinkron të dy. Duhet të bashkohen disa gjëra që të bëhesh pjesë e përbashkët. Ndryshe nuk funksionon gjë. Se mos shkon dhe ti në Kanada, Niko. Mos shkon Kanada të Fortuzi. Po më ftoj ndritim. A se marrë në ekip të në Kanada? Po ka qenë ndritit që ta dirë sa për kështu, ka qenë trajner, po jo nivellet më të larta, Kanada, sepse është dhe çuditshëm organizimi atje. Po, pa diskutim, biles kam iden që Kanadaja dhe Amerika e njohin shumë mirë të licencat që promovon federata. Do më thënë nëse ti ke një licencë pro, mund të funksionoj shumë mirë edhe në Kanada dhe në... Indrit ke trajnuar atje ti, apo jo? Po, kam trajnuar një ekip, kam qenë një akademi, pastaj shkum në një Ligue 1 që quhet këtu. Kjo ishte si gjysma profesioniste. Po çfarë rezultate arrite me ata? Jo, më thënë drejtë nuk është arrita, do të thonë isha aty sepse aty kanë çik të ndryshme, as nuk delen kategoria, ato luajnë vetëm për 4 vitet e para në play-off. Ne dolim. Po. Ne dolem në vend 6. Festonin kur bënin gole atje. E kuptoj. Po, duhet kishe edhe Nikon që t'ishit paket, kështu. Jo, në çdo moment unë jam gati, nëse i ndriti. Fortuzi, të pyetje Gjermanisë. Gjermania nuk është ajo Gjermani që unë kisha dëshirë, është Gjermani me oscilacione, por besoj që është një kontare që shkon, do të arrijë, do të shpresojmë që të ecit pak të nderin, shkoj deri në gjysmëfinale dhe shkoj më shumë me tradit, me forcën e fanellës se sa si ekip i fortë ose si ekip. Ja shpresojmë ndeshjet e ka parë para përgatitore nuk kanë qenë në ndeshje kush e di çfarë, nuk më kanë pëlqyer. Megjithatë shpresojmë të ardhmen nga Havertz që në formë e Wirtz, besoj që mund të ngrehet pak. E mbajmë Fortuzin këtu regjia dhe bashkë të fusim lidhje paralele dhe atmosferën nga New Yorku. Jemi këtu, vazhdojmë sepse duhet ta mbajmë, nuk e kemi zogun çdo ditë, kemi asë na fluturon. E mbajmë pak.